A do të bisedojmë me Allahun në xhenet, nëse jemi banor xhenetit, inshallah taala. Po, Allahu subhanahu wa taala këtë ka përmendur edhe në Kur'an. Na ka treguar që Allahu subhanahu wa taala do të bisedon me banorët e xhenetit. Thot një prej ajeteve që përmend Allahu subhanahu wa taala është se prej hadithe, prej hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala do t'i pyet xhenetlit. Dhe do t'u thot a jeni të kënaqur me çka u kam dhënë? Po. A tu shtoj diçka? Përgjigjja do të jetë çka mundesh të na shtosh më tepër. Na ke largu prej xhenemit, na ke shpëtuar prej xhenemit, na ke fund në xhenet. Dhe këtu i kena mirësitë të plota. Dhe na ke zbardhu fytyrat, pra ka ardhur në hadith, edhe na ke zbardhu fytyrat. Çka mund të kërkojë njeriu më tepër? Thot me një transmetim, thot ka edhe më tepër. Prej sot të qe unë do të jemi i kënaqur me ju edhe asnjë nuk do të hidhrom me ju. Pra nuk ka hidhrim më prej meje për ju. Kjo është e fundit. Në hadith tjetër thot që ka në Ledejna Mezid, në jetën e Allahu subhanahu wa taala, pra Allahu thon Kur'an, për ata do të ketë gjithçka në të dhe do të japim edhe më tepër. Dietarët kanë thënë kjo më tepër çka është. Edhe ka përmendur Allahu i dërguari sallallahu alaihi wasallam në hadith kutsi, ku Allahu tregon se Allahu do të flet me ta. Njëjtë sikur në hadithin e parë, do të flet me ta dhe do të thotë a ka diçka që mund të vazhdoj mirësi. Njëjtë përgjigje. Kreti kena. Çka mundna me kërku më tepër se çka. Atëherë thotë do të largohet perdja, që është pengesë mes Allahut dhe banorëve të xhenetit. Dhe kur do ta shohin Allahun subhanehu wa taala, atëherë do ta shohin që paska të kënaqësia edhe më të madhe. Pra ta shikosh fytyrën e Allahut subhanehu wa taala, ta shikosh Allahun i cili është krijues për të cilin kret ke jetuti. Pra për të cilin ti jeton, i cili do të dënon me xhehenem apo do të jepsh problem me xhenet. Ti do të takosh Allahun subhanehu wa taala i cili është krijuesi i botrave, është krijuesi i njerëzimit, është krijuesi i cili për të cilin jetojmë ne. Do ta mundson Allahu subhanahu wa taala shikimin e tij. Do të thon preci pak e mojmë men jetën e kena e flasim, e bisedojmë çështën e Allahut. Allahu, pastaj namazin këtë për Allahun, vepra, jeta këtë për Allahun, vdesmi, dita e gjykimit edhe hop në xhenet inshallah nëse jemi banu. Edhe inshallah na usfan ndjenjë. Largohet e perdja dhe shohim Allahun. Kjo nuk ashtu si është Allahu. Po, ashtu si është. Ashtu është. Fytyrën e Allahut. Po, ashtu si është. Do si takon Allahut. Kjo shumë rëndësishme dhe më thon se temë gjatë çështë. Po, spohim atë, spohim atë. Do ta shohim bash Allahun. Bash më parë e ti që ka. Si takon atij. Jo si nëse mund ta fytyrojmë të parandojmë asnjëherë. Mirë po Allahu do të është hadith kutsi i vërtet që Allahu do ta largon perden edhe pastaj kur ta shohin Allahu subhanahu wa taala do ta shohin që pas ka diçka më tepër se xheneti. Edhe pse xheneti tham, mirësi më të madhe nuk ka shansa të ketë. Mirë, po kjo është edhe më tepër se kaq. Allah na mëson, ja. Allahu na mëson.